si që shikoni, jam tek këndi im I përhershëm në shtëpi, në rahatin time. Dhe tani që po bësha gati, thash do ta hap këtë videon se unë nuk kam bërë akoma asnjë video të re. Sepse kur u riktheva nga udhëtimi, gjithmonë ndodh kjo. Patjetër që punët nuk ishin aty siç duhen disa gjëra, u morë me punë, pastaj beki dhe të gjithë shtëpia, nuk e di, 2 ditë të larguam dhe të gjithë ishin jo me koll, jo të bllokuar dhe beki vazhdon sot është dita e tretë, ka qenë shumë e bllokuar dhe ka qarë gjithë paraditën. Edhe me mua, e mbaj në krah, ullur, e mundohesha të merresha me të duke ja hutuar mendjen, ore s'bëj fjalë, nuk e di se ç'kishte. Nuk I ka ndodhur ndonjëherë, por nga sikleti I bllokimit që ajo kishte, bënte dhe pak kështu, e keni parasysh që e shton një qik, po nuk bindet në asgjë. Kështu ishim ne sot. Dhe mami Alda ka qenë ka shumë gjëra për të bërë, sa që unë nuk arrita as të hap një video, as të bëj video, as të flas këtu me ju. Make-upi është terapia ime. Pra kur bëj make-up është momenti im. Edhe duke qenë se është momenti im, duke bërë make-up, duke u bërë muhabetin këtu me juve, më pëlqen kjo gjëja. Gjithashtu më pëlqen dhe fakti që po ju pëlqen dhe juve videot, edhe këto momentet kështu, edhe kam filluar të ndjem edhe komfort, edhe keni parasysh kur puna juaj shpërblet, domethënë pëlqehet dhe transmetohet fiks ashtu siç ti mundohesh ta bësh. Patjetër që frymëzohesh, thua okay, po bën gjën e duhur. Unë sot po bëhem gati për të ikur në Tiranë. Dhe ju e dini që zakonisht kur e marr kështu, duke bërë gati avash, dije që po iki për Tiranë. Sot është e mërkur, 3 ditë, ju thash, 2 ditë nuk filmova fare, se realisht nuk kisha as çfarë të filmoj dhe as çfarë të them, isha shumë e mbingarkuar. Edhe mora pak si ditë pushimi këto 2 ditë, pushim mbas pushimeve I thënë kësaj, se ndonjëherë më shumë lodhesh kur lëviz se sa pushon, por e rëndësishme është që ti mjafton fakti që shkëputesh nga realiteti që jeton, edhe për 3 ditë po jeton një realitet tjetër që ndikon për mirë të paktën. Ne këtë fundjavë kemi uljet Black Friday. Edhe e di që kur të dalë kjo video me shumë mundësi nuk do ketë mbaruar, pra nuk do keni mundësinë për ata që nuk na ndjekin në platformat e tjera. Edhe ju e dini që tek ne Botnami kur bën uljet, vërtet uljet vjetor janë kështu si festa më e madhe e shumë vajzave dhe për këtë jam shumë e lumtur. Kështu që ne na duhet të përgatitemi shumë ditë përpara, pra u bë 2 ditë, që kur është vendosur, edhe deri ditën që do bëhen uljet, që ne po merremi me detaj që çdo gjë të jetë shumë në rregull dhe të menaxhojmë çdo lloj fluksi që mund të jetë atë ditë. Uljet do jenë vetëm 24 orë të premten. E kemi lënë fiks siç është Black Friday, pra kjo e premtja është e premtja zezë, po më thënë drejt nuk është e zezë, është e kuqe për ato që do blejnë, e zezë është për ne, por e kuqe është për njerëzit që do kenë të mundur për të blerë të gjitha kostumet që mbasa me si kanë pritur këto uljet për t'i bërë të vetat. Pra 24 orë ulje, po duhet të punosh më shumë se 1 javë intensive, një grup prej 6 vetash, që të arrijmë në kohë rekord të shkojnë tek adresa e tyre. Si që thash, unë do iki sot në Tiranë, kam disa takime për të bërë, ndërto janë disa gjëra që po bëjmë tek dyqani në Tiranë, po bëjmë disa ndryshime të vogla. Të vogla në fakt nuk quhen të vogla, janë goxha të mëdha. Thjesht unë e marr e quaj të vogël, por shumë gjëra kanë ndryshuar nga fillimi, do ndryshojnë. Edhe kënde, më the tash, pra detaje goxha të mëdha. Tani që duhet ta them të mëdha të vogla, po kështu I thoj Rogerti, na duhen 2-3 gjëra të vogla të ndryshojmë. Edhe na kanë marrë disa ditë të javë të mira kohë, si me porosit, si me gjërat.
Edhe mezi po pres, sepse do dalë diçka vërtet shumë, po shumë e bukur. Kështu si që kam menduar unë, është yll e bukur. Dhe e di që do dalë ekstra e bukur, kështu që do e ndaj sapo të jem gati në çdo gjë. Që dini, unë do bëj vlogmas. E vendosëm për të bërë vlogmas. E kam përgatit veten mendërisht, shpirtërisht, kohërisht për kohën që duhet ja kushtoj. Edhe thash do bëj këtë vit sepse u bën 2 vite që s'kam bërë. Shumë njerëz më kanë shkruar dhe do ta provoj. Uroj t'ja dalë dhe po mundohem që jo t'ja dalë, por të jem shumë strikte këtë herë dhe shumë e rregullt. T'ja tregoj vetes që po t'jalda mund ta bësh. Edhe pse ke gjithë këto gjëra për të bërë, përkundrazi ti ke çfarë tregon për të bërë, edhe për treguar. Tani, çfarë dua unë nga juve është, do i tregoj unë se si e kam menduar dhe juve do m'lini sugjerimet tuaja këtu poshtë në video. E para, sugjerimi dua që të më thoni në cilën orë mendoni që e keni më mbar për të postuar. Unë zakonisht vlogjet e mia e kam postuar pothuajse gjithmonë para dite, pra në 10 ose 11 të mëngjesit. Pse? Sepse unë zakonisht, flasim për këto që unë e kam biznesin tim e marrë më letë ditën, se thot në njëna këtu unë shkojnë 7 në punë, po flasim për mama ose zonja, njerëz që rrinë shtëpi dhe mëngjesin e kam mëngjes, kafën e mëngjesit e kam kafet mëngjesit. Edhe e kam menduar si për veten që unë kafën e mëngjesit e pi me vjerën time dhe mundohem, siç ju kam thënë para ditën, e kaloj me bekin, sepse gjatë ditës nuk kam kohë më të ri me të, derisa e vëm në gjumë, unë mundohem të ri këtu. Edhe duke qenë se unë para ditën kur pi kafe, pi dhe shikoj dhe vlogje ose filma, e kam menduar të tillë se ka shumë mama që janë në shtëpi, sa ato kryesisht i kanë qef këto videot të kalojnë ditën ose orët e pushimit, që mund t'jetë mbasditje ose mund t'jetë paraditje, varet se si e kanë ato rutinën, si që keni ju, domethënë. Edhe unë e kam konceptuar të tillë që paraditje shohin zonjat që janë në shtëpi dhe pastaj në darkë mbasdite pjesa tjetër që vin nga shkolla ose nga puna. Tani ju më thoni cila është orari ose kur e keni më përshtatshme, kur shikoni zakonisht videot e mia. Paradite, në drek apo në darkë. Do të thonë, ju më lini sugjerimin tuaj në bazë të momenteve që shikoni videot e mia. Pra nëse ju e shikoni në orën 8 të darkës dhe dojnë që unë ta kem postuar gjë në orën 6 mbasdites, më thoni. Tjetra, kam vendosur të postoj 2 video në javë, një të hënën dhe një të premten. Pra unë nga e premtja që unë postoj video, mund të filmoj premte, shtunë, të diel, dhe të hënën të postoj videon. Dhe nga java tjetër, pastaj kam prap të hënën, të martën, të mërkurën dhe të njëjtën për të bërë videot e tjera që do poston të premten. E kam menduar kështu se edhe unë do doja që një vlog mos të ishte as boring dhe as e njëjta gjë që ju pa dje. Për shembull, nëse unë do bëja çdo ditë vlog, do të thënë do jetë momenti që tregojmë punë, vëmë gati, tak. Kurse në 3 ditë ose 4 ditë ti realisht unë kam shumë gjëra për të bërë dhe mund të kem shumë gjëra për të treguar se sa çdo ditë dhe nuk dua të jem as e konsumuar. Pra, janë shumë bukur 5 videot e para, pastaj video boring, sepse edhe unë marr kohë për t'i bërë ato videot edhe është tamam intensive si për ju, edhe t'ja vlej, pra, si për juve, si për mua, të jetë diçka shumë e bukur dhe të ketë goxha material brenda. Pyetja tjetër është, ju duken të përshtatshme si ditë, edhe pse unë i kam zgjedhur ditë të përshtatshme për mua, mendoj se janë fikse hëna dhe e premtja, të shikoni edhe për fundjavën dhe për gjatë javës, dhe të më thoni çfarë lloj përveç rutinës time patjetër, por duke qenë se është një periudhë shumë e bukur, çfarë lloj gjërash keni dëshirë të shikoni më shumë ose të eksploroj ose të shkojnë në një vend, më sugjeroni që Alda kena dëshirë të shikojmë nga ana jote te ky fshati ose te ky vendi që ose te ndonjë nga këto vilat shtëpiza që janë prej Drurit, nëse ju keni ndonjë sugjerim, a lini këtu poshtë, që Alda do donim të shikonim kështu. Ose ndonjë lojë ose ndonjë ide interesante që unë ndërmjet këtyre videove t'i fus aty, domethënë në atë videon që mund shikoni
një video të mbledhur 3-4 ditë. Pra edhe unë dua sugjerime që të mundohemi të bëjmë gjë më të bukur këtë herë, edhe për 2 palët, siç e tham, të jemi shumë, ju të kaloni momente të bukura në shtëpi, rehat, duke parë videot e mia, kozi në këtë periudhë festash. Do më interesonte të dija më tepër se si keni planet e juaja dhe të më thoni që unë të di më tepër. Të kem pak a shumë dhe të shkruaj në agjendën time planet që kam për të bërë atë periudhë. Si mendoni? Gjithashtu, kam menduar për dhjetorin të bëj sa më shumë dhurata. Unë dhurata njerëzve të afër bëj gjithmonë, por edhe për juve, çfarë do thotë kjo? E kam menduar në këtë formë, unë bëj 30 vjeç, kam ditëlindje, kam 30 vjetor këtë vit. By the way, na lini pak sugjerim çfarë mendoni për të festuar në 30 vjetor, kush është ai momenti që ose ai venja të bëj udhtim, të bëj event, apo qa keni dëshirë të shikoni, ose çfarë ju pëlqen më tepër. Jam e luhatur te kjo pjesa se nuk kam diçka konkrete për të festuar për këtë festë, kështu që do doja të dija. Ju lutem, më ndihmoni. Sepse kam festuar shumë këto ditëlindje të fëmijëve këtë periudhë dhe sikur jam ngopur, edhe nuk po di për veten të vendos. U bë shumë kohë që s'kam festuar një ditëlindje, por duke qenë se e kam 30 vjetor, thash dua ta festoj, se po s'festova tani, nuk do arrit dot të festoj njerëz. Se pastaj them kur s'festova 30 vjetorin, më fal. Ka numër më të bukur se 30-a? Jo, nuk ka. Kështu që na thoni edhe për këtë. Pyetja tjetër çfarë ishte, çfarë po thoja unë tani? Që të na lini sugjerimet tuaja për sa i përket vendeve që të vizitojmë. Po për dhuratat. Për dhuratat e kam menduar kështu në 3 rrjetet e mia sociale, Instagram, TikTok dhe YouTube. Unë kam qenë aktive këtë periudhë, kështu që në të treja ju komentoni dhe nuk ka ndonjë rregull specifik, mjafton të më ndiqni patjetër, por pra shkosa juve komentoni edhe me keni ndjekur. Edhe unë rastësisht në një nga këto videot mund të marr një nga ato emra që ka komentuar dhe do t'i shkruaj që ti ke fituar një dhuratë nga unë. Do vi rastësisht dhe pastaj do më nisni kartë identiteti dhe do ju jap dhuratën në adresën që ju ndodheni. Dua të dhuroj 30 dhurata. Jam fiks me 30-ën që bëj unë në fund të vitit dhe duke qenë se është fiks periudhë festash dhe natën e vitit të ri unë bëj 30, është fiks për të gëzuar dhe 30 zemrat të tjera përveç zemrën time. Kështu që mos harroni të komentoni në të gjitha vlogmas. Pra, i bie që të jenë videot e vlogmas atëherë që unë do t'i shikoj komentet edhe do t'i kap në mënyrë rastësore. Më thënë thjesht sot shikoj videon, komente, them filani dhe shkruaj aty ti ke fituar diçka nga unë. Do jenë base kostume nga brendi im, mund t'jetë t-shirt, mund t'jetë, nuk e di, nuk e kam menduar fiks se çfarë, por di që do bëj dhurata. Kaq kam menduar. Edhe më thoni si ju duket si ide. Sigurisht dua t'ju falenderoj shumë që keni komentuar, keni ndarë idenë për shtypjet tuaja mbi këto video. Për mua ka shumë rëndësi sepse siç ju thash, duke qenë se unë kam bërë pauzë dhe vetë ndoshta nuk arrit ta kuptoj mirë nëse po bëj fiks videot e bukura që ju doni, a duhet të jap më tepër, patjetër që duhet të jap më tepër atë diskutim. Por në përgjithësi them jam në rrugën e dur, po bëj fiks gjën që dua, siç e dua dhe fiks atë që duan gocat e mia që më ndjekin në video. Jam shumë falenderuese për secilën nga ju që merrni kohë të shikoni videot edhe madje të komentoni me shumë dashuri. Kjo do thotë shumë, realisht e vlerësoj, pa çka se kam apo s'kam kohë ndoshta të kthej, se kam momente që më vijnë ato notification, e jam në një takim dhe nuk marr atë kohën për t'i kthyer direkt, e le për më vonë edhe mund të harrohem. Por e rëndësishme është që unë i lexoj në një moment apo një tjetër, unë i lexoj dhe mbi të gjitha Mbesa Rogerti, që është 12 vjeç, dhe ajo i lexon
edhe shumë lumtur që thot sa mirë kanë komentuar shumë mirë për ty Alda, dikush ka thënë kështu dhe më bëj shumë qefi më shumë për këtë që njerëzit e mi shikojnë këto komente se sa ndoshta unë për veten time. Pra më vjen më mirë që njerëz, për shembull siç është mosha 12-10, rritet me këtë lloj pozitiviteti dhe pse shikojnë videot, por në të njëjtën kohë ka komente të bukura. Pse në fund të ditës duhet të ketë komente negative, kur unë kjo është jeta ime dhe unë kam zgjedhur ta bëj kështu dhe unë gjithsesi 30 vjeç nuk është se më ka bërë njëra nga ju, edhe më ka dhënë edukatën. Jam unë që jam rritur me këto të mirat dhe të këqijat e mia dhe nuk kam si të ndryshoj që del njëri dhe komenton negativisht. E shikoni që ndërkohë që bëhemi gati, bëm edhe muhabet, u kënaqëm, muhabet. Unë të paktën, ju më thoni kur ta shikoni videon, edhe gati u bëra. Pra, kemi thënë që nëse ti do ta bësh diçka e bën dhe kur s'ke kohë, unë më thënë drejt, kur se kam shumë kohë tani, por i thash Rogertit do bëhem gati dhe do vi, se do ikim Tirana, i përmbret te puna, ndërkohë po përfiton që të bëj një punë. Unë zgjeta lapsin tani dhe po i fus të lapsin as vetë për kuptoj që po bëj. Hajda. Si që thash Beki, ne vendosëm në gjumë, se është tani që flasim është ora 1, po, 1, edhe është fiks orare për gjumë. Duke qenë se ky lapsi është shumë kaf, do ta përhap kështu se ndryshe dalë si për Halloween. Këtë vit, me që qëlloj që otova në Athinë, as nuk e kam djerë, po më thënë të drejten si as një herë tjetër kam thënë kjo është festa më idiote ever. Edhe pse pjesa më madhe që bëhet, kjo lloj feste bëhet se normalisht është çështje marketingu, por sinqerisht nuk ja vlen çfarë lloj feste është. Okej, për fëmijët me luj, me personazhe, por që të bëhet një rritur personazh, e kuptoj që e kemi huazuar, po për ne është e rëndë. Për shembull, mami im që i ka vdekur mami, babi, vllai, gjagji që janë vdekje shumë të freskëta, këto ditë ne quajmë të shumta që shkojmë në varreza dhe respektojmë të vdekurit, pra nuk ka kuptim nëse ti bërë si princesh, realisht nuk më lidhet dhe si këtë vit nuk e kam kuptuar asnjëherë tjetër më përpara. Unë kuptoj çdo gjë me moshën, por nuk mendoj që është një festë që duhet festuar dhe dhënë rëndësi kaq shumë. Disa njerëz që ju kanë ikur të dashurit e zemrës, patjetër që e vujnë shumë dhe kur shohin disa njerëz që e bëjnë si festë kombëtare, është idiotësi njerëz për zotin. E pa qa gabim, po kështu në këtë konkluzion kam dalë pikërisht këtë vit që isha nga larg dhe nuk e festova fare. Dhe më thëmë, se kam festuar asnjëherë, thjesht maksimumi i festës që kam bërë më përpara, mund të kemi bërë thjesht një luk kështu me gjak dhe kemi dalë përpara ndonjë film të frikshëm në kinema. Ky ka qenë maksimumi, kurse vjet më vdiq gjagji, që patjetër që se konsideroja si festë, nuk e kuptova çfarë bëra tani në përpusën time. Lash nam. Do të thënë, e keni parasysh kur jeni vonë dhe jeni për të bërë gati shpejt dhe ti thjesht ja pun vetes me pak fjalë. Nuk e di as ku lash concealerin. Me çfarë ta fshi? Kam marrë një jetë të zezë të poshtë, sikur kur kam ngrënë çokoladë. Ta fshim pak. Tani duhet ta mbyll këtë videon që unë të bëhem gati. Dhe mos ju maj më tepër këtë muhabet, por ju tregoj se ndryshe 10 minuta, 15 muhabeti, ja kaq është video. Na solli Rogerti tek tegu. Ç'bëre më djalë? Ç'bëre vetes?
Ke bërë shumë dam. Përse? Prej plastikës. Po e ke mësuar tjetër? Nuk e di. Si nuk e di? Nuk e di. Te shkolla? Jo. E kam mësuar ke mami. Te mami? Ke Bravo. Mami. Te zyra mami? Po. Bravo. Gjashtet e 5 kila për javën rrethore. 1,62. Kuj s'ka ardhë të puna sot? Kuj s'ka ardhë? I ka ardhë orari, gjumit. Sa po lash Beki në shtëpi, e kisha me vete sot te puna, edhe dje mora në fakt te puna, se ju kam thënë që ka qenë kështu pak si patërësi dhe sot me ndihmon një nga gocat aty që punon, ka zemër më shumë se unë për t'i bërë lavazhin e hundëve. Ja kam bërë vetëm një herë, por në shtëpi duke qenë se edhe Rogerti dhe vjera ime janë. Nuk e di, asnjëri e kam zemrën shumë të dobët. Jo lërë gocën, se po qa goca, ha? Nuk marr fare guxim për t'ia bërë, se siklet i madh. Edhe kalon nga puna, kam dy mama që janë super experience, mirë. Janë të forta, më të forta se unë nga kjo pjesë. Edhe më ndihmojnë ato që t'i bëj lavazhin e hundëve, se realisht ka patur shumë nevojë, shumë e bllokuar, që në mëngjes, darkë dhe ditën është okej, por paraditën ka shumë vështirë, që nga ora 6 e deri nga ora 10 është një tmerr i vërtet. Sot është e njëjtë dhe është dita para ulljeve. Ju e keni parasysh se çfarë bëhet tek uljet amit në studio dhe kemi shumë vrull, gocat janë shumë të ngarkuara. Do marr me vete të tregoj pak nga prapaskenat, aq sa mundemi normalisht. Por që me zi pres nesër në orën 9, e di që do bëhet nami, se realisht ne bëjmë uljen e vërtet, 40% nga shuma fillestare e një produkte. Tani erdha te puna, mora Roj nga shkolla, e dërguam në shtëpi dhe tani jam këtu te zyra, kam pak punë te zyra, siç e shikoni këtu. Vajzat kanë bërë gati kutin, e gjithë showroom-i jonë është bërë kutia gjithandej. Ku të cilat të gjitha këto do mbushen nesër, sepse kemi ulje, si që thash edhe më përpara të ky vlogu. Edhe e dini ju që tani është ora 3:30 dhe ende unë nuk e kam konsumuar ushqimin tim, nuk e di që kisha sot. Kam pirë 2 kafe pa ngrënë asgjë, kjo gjë nuk është fare mirë, por që të bëjmë, po mundohemi t'i kapim gjitha nga pak edhe në fund të ditës harrojmë veten. Në dukemi mirë, por momentin që ti nuk je shumë korrekte me gjëra që duhet të jesh për shëndetin tënd, kështu i bie, të lësh veten pas dore. Si që shikoni dhe thonjt, ja, sot është bërë 1 muaj. Mirë që i kisha të shkurtër se nuk do i duroja dot, por s'kam gjetur kohë dhe këto ditë kështu jam pa thonjt. Duhet të le patjetër orar për nga java. Edhe nga java kemi shumë gjëra për të bërë. Kemi vaksinën e Rojt, që s'kemi bërë 1. Kemi vaksin Bekit, vaksin Çokos, kemi të gjitha konsultat dhe se s'po m'vjen kontrole që ka për të bërë vjera ime, sepse i ka me periudha. Nuk e di, nuk di çfarë të bëjmë më përpara. Koleksionet e reja, gjërat për që s'flas dot, për më vonë, e kështu me radhë. Tani po më dhem shumë koka dhe kam sigurt nga kafe që kam pirë dhe që s'kam ngrënë asgjë, vetëm një bananë në mëngjes. Dhe ky është ushqimi im tani. Dreka. Ka edhe një supë këtu, po supat nuk e ha, me thënë drejtën.
se dimi qa është kjo, po kemi dhe 2, jas jam si e futur dukem, me si për flas. Kam dhe 2 mandarina që vjen për frut. Këto sjellin frutat e sinës. Ku i kam? Service Ua sa rënd jam shumë keq. Sa po pristi aty? Sa po pristi? Sot po ndroj dhe qërqafët. Okej, është shtunë, nuk është e diel, por duke qenë se unë të dielën shkoj nga mami, mundohem t'i bëj gati një ditë para gjërat. Edhe t'i le gati. Kur të vi, i kam gati të lara për të nisur fiks javën, siç ne duam. Këto e kam blerë tek Zara Home, është shumë e mirë. E butë, e ngrohtë, praktike. I love it. Do shikoj nëse do dalë ndonjë ngjyrë tjetër. Duket se ka dalë dhe jeshilja, se ka qenë vetëm kjo ngjyra dhe gria. Gria nuk më shkon me nuancat e dhomës, sepse jemi tek nuancat karamel. Edhe sigurisht që nuk më rri mirë. Dërsa jorgani do ta nxjerr jashtë për ta ajrosur. Kështu bëj me të gjitha, se më duhet të kaloj dhe nga dhoma fëmijëve. Thjesht të gjitha t'i nxjerr jashtë, ajrosen dhe pastaj t'i fusim brenda. Ndërsa këto do t'i laj, do t'i fus në tharse dhe bën gati shumë shpejt. Shumë shpejt, më thëmë për 2-3 orë. 2 orë dua në tharse, 1 orë për t'i larë, 3 orë. Të jemi sinqert, nuk i he kuros. Këto që janë fanollat, që janë material i butë, nuk ka nevojë, në fakt, nuk rrin keq fare. Por ato saten kanë shumë nevojë për hekur. Kurse ndel koha t'i hekur ras. Të vendos qërqaf të rinj. Për shpiti, mami. Qërqaf. Këtu, te krevati, mami. Se, ishte bukur ajo qërqafi. Ti vem edhe për më bukur. Sërisht unë në të njëjtin kënd dhe me të njëjtat video. E them këtë se realisht këtë herë nuk është se kam filmuar shumë. Më shumë ka qenë ky pozicioni ndërkohë që bëhem gati se sa pjesët e tjera të ditës, po kjo java nuk kam fjalë, nuk di ç'të them. Ka qenë shumë e vullshme dhe shumë e lodhshme, sepse Beki shumë e grindur, shumë fare, nuk më le të bëj
asgjë. E di që këtu fjalin do ta keni ngjuar nuk e di se sa herë, por është aq e vërtetë sa që gjatë gjithë kohës që jam tani sa fjeti dhe unë po bëhem gati. Edhe mendoj se më mirë hapim një podcast, flasim të ky këndi se sa me blog, se vetëm kemi fol këtu. Asgjë tjetër s'kam treguar. Sot e kam marrë pak më vash, është ditë e shtunë. Edhe si që tregova, u mora pak në shtëpinë me dhomën. Vendosa për të larë qërqafet edhe mundova që të ngrej të gjitha gjërat, aq sa munda. Edhe tani erdhi koha, ndërkohë Rogerti nuk e kuptoj pse harroj t'i tregoj. Me vjerën time ishin duke bërë pazarin. Dhe pazaret e vjerës time, Rogeri janë ndryshe nga ato që bëj unë, normalisht. Ata furnizojnë gjithë shtëpinë, dhe kur shkojnë të dy bashkë, ma besoni marrin më shumë se për 6 muaj. Është fiksimi i vjerës time që të jetë plot, edhe pse nuk ka nevojë, është plot, por thjesht të jetë plot. Mos të ketë 2 shishe të fundit, po të jenë 4 shishe të fundit. Dhe kur i thotë Rogerti se janë mbaruar shishet e vajit, janë dhe 4 aty gjendje, thjesht është ideja e saj. Mendoj se vjerat Dibrane kanë shumë theksuar këtë. Më thoni nëse e kam gabim juve të tjerës. Por që më thënë të drejtën, është shumë e fiksuar, do t'i ketë gjithë raftet plot. Edhe sot, ndërkohë që ato iken në pazar, duke bërë pazare, nuk ju tregova asgjë. Është bërë një rremuj aty në sallon, sa nuk e keni iden. Unë isha me Bekin dhe Rojen në shtëpi duke bërë këto punët, gjysma se nuk të lënë, kur bën të dy bashkë në shtëpi, është shumë e vështirë për t'i menaxhuar, sepse Roj do të lëviz, të luaj me qefin e vet, me kukullat e veta. Beki shkon se do të përfshihet edhe ajo në lojrat e tij, por ai nuk e lë. Edhe fillon. Ai bërtet i ka ndej, shko te mami, kjo tjetra çan sepse se la aty, edhe bëhet një lloj rrëmuje dhe një lloj britme në shtëpi, thua këtu ka rënë bomba. Jam e sigurt që të gjithë ato që kanë 2-3 fëmijë këtë situatë kanë, me thonë një të kundërtën nëse e kam vetëm unë, por realisht ka filluar është bërë pak më e pa menaxhueshme se më përpara. Sikur ishte Beki më i vogël që s'kuptonte, nuk është si shkonte Roj për mrapa. Dhe ai lunte në qefin e vet. Kurse tani Beki, se normalisht kupton lojrat, edhe ka qeftëria aty, dhe nuk është se është gëndavec, thjesht Roji ka një natyrë që do të luaj vetëm me veten. Pra me qefin e tij, pa pas njëri vërdall, madje kur futem ndonjëherë në dhomë për të marrë ose për të lënë diçka, rrin kështu, më shikon derisa unë del, do dalësh se po luaj unë. I them luaj se unë këtë punë kam. Më kanë ardhur perdet e dhomës së Rojit, por mi kanë sjell pa ato kokat. Nga koka e di që vendoset edhe në shinë edhe tek perdja, kështu që kemi ngel një javë pa i vendos që kur u kthyem, sepse kemi harruar që të dalim dhe t'i blejmë. Tani po e përrosit Rogerti që t'na i sjella, se nuk mbajnë as gjendje këta. Edhe t'i vendosim se më kanë ngel ajo dhoma ashtu gjysma, ende s'na i kanë sjell as dollapet. Po bëj video t'ja sqaroj se çdo njeri në kohët e sotme, po nuk e sqarove me detaj, të sjell tjetër për tjetër. Kjo më shqetëson shumë. Pse njerëzit nuk e kuptojnë direkt se me fjalë. Unë këtu ku filmoj jam pa ring light, se vendos këtu shumë lehtësisht telefonin edhe rivet, jam thjesht me ledat e dhomës. Shikoni pak se çfarë drite që kam. I ndryshova ato që kisha, i kam patur më të ftohta, ndërsa ato që i vendosa kur ndryshova garderobën janë shumë më të ngrohta dhe më pëlqejnë shumë. Do t'i kisha bërë që në fillim, por ajo dhoma ka qenë pak me ngjyra më të ftohta, se ka qenë e bardhë, edhe më vuri shumë në dukje pasi mbarova punimet, çdo gjë. Dhe doni ta besoni që unë isha gati për t'i ndërruar atje ku isha. Dhe thjesht po shtynem hajt sot hajt nesër, derisa ne bëm shumë mirë që nuk i ndryshuam, se do kishim shpenzuar lekot.
do na shkonin dëm, se ne ndryshuam komplet garderobën. Para se të vi kjo periudha e festave, them do bëj këtë, do bëj atë. Planet e mia janë të panumërta dhe nga shtatori më duket sikur kemi edhe një 5 muaj kohë, shtator gusht, edhe them hajt sot hajt nesër dhe kemi kohë. Kur vjen nëntori ose kur mbaron tetori, thjesht ti kupton që ke thjesht një muaj kohë. Tani që kanë ardhur festat një muaj më para, thjesht ke një muaj kohë. Dhe gjeni çfarë? Më kap ai paniku i momentit fundit, që unë nuk e dua këtë gjë. E urrej që të më kap paniku, që mund mos t'i përfundoj gjërat në kohën e duhur, dhe duke qenë se kemi 2 projekte shumë të bukura, më ka zënë një stres, një ankth i papar nëse do arrijm dot siç e kemi menduar apo jo. Nuk e di. Dhe ta mendoni që unë kam 30 vjetor, ende nuk kam vendosur diçka. Dhe fatkeqësisht datat e mia nuk janë në favorin tim, sepse unë kam ditëlindjen natën e vitit të ri. Nëse unë do e festoj një ditë para, është akoma më keq, sepse 30 është shumë e ngarkuar. Nëse e festoj 2-3 ditë më mbrapa, prap akoma më keq, se ndoshta njerëzit ato të stafet e restorant, lokale ose vendin ku unë mund të gjej të bëj, mund të jenë pushim. Pra nuk është asgjë në favorin tim dhe unë ende nuk kam ndar asgjë. Dhe jam kaq vonë, por kur e mendoj je kaq herët, por pastaj kur e mendon je shumë vonë, as vetë nuk di çfarë t'ju ve këtyre ndjesive shumë të sikletshme të kësaj periudhe. Një vrulli pa parë, telefoni të bie nga 4 anët, gjeli që këndon nga jashtë. Sot i ma nuk di. Sot vazhdon të jetë ngarkesa në punë, po e njëjtë, duke qenë se po bëhen të gjitha pakot që kanë ardhur porosi nga Huebi për ditën e uleve, pra dje nga dje, e premtja e zezë, Black Friday. Edhe e dini çfarë, unë s'kam bërë në plan të blej asgjë këtë muaj, që janë kudo ulje. Edhe jam e sigurt kur s'bëj plane, unë shpenzoj lek. Kam parë një pjesë vrapimi, që kishte bërë 20% ulje, kam patur ndërmend ta blej edhe me çmim real, por tani që është me ulje, po them pse mos ta marr. Do thoni juve, unë shkoj në palestër, por kur shoh vlogs, këtu që dua të qetësohem me Terezin time të dhoma, pse mos i shikoj duke bërë ecje, hapa, sa më shumë hapa, ose jam të puna që me duhet të pushoj, të tipit pushoj, të mendoj, ose nuk e di ku mund ta pozicionoj që unë të bëj 10.000 hapa në ditë, edhe kur unë nuk arrit dot të shkoj në palestër. Sepse ju kam thënë që kjo do jetë qëllimi im kryesor për këtë vitin. Me palestër pa palestër, unë dua që trupin tim ta maj shumë fort, sepse është një ndër gjëra që është dëmtuar më shumë të këto vitet e fundit, të tipit nuk është në Terezin e vet prej kohësh, edhe me duhet të rimar veten që unë të ndjej trupin tim. Të vishëm, se jemi vonë. Erdha të puna, t'ju tregoj veshjen se nuk ja u tregova, ju tregova make-upin, nuk e bërë, po ndërkohë veshja ime është kjo. Kam veshur një këmish nga Mitjele Studio, gjithashtu dhe pantallonat edhe pardesya janë po nga Mitjele Studio. Jam shumë proud që unë vishëm totalisht nga kokat e këmbët me Mitjele Studio. Choco, chocoroi.
Sa bukur tunat. Prit, të shikoj mami. Wow! Çoko, shikoj mamin Çoko. Çoko, Çoko, çokolata. Se i bukur e Çoko dhe Roi. Dy shokat e mi. Sot është kombinuar me Çokon dhe tha më bëj mami një foto dhe një video se shikoj si është bërë. Iku! Po të grisë. Grisi? Dhe këta të dy janë kombinuar. Bravo, Beki! Shesh bravo. Po ta dhe më mama. Ta dhe telefonin. O drit. E shef si një vesh bukur ju të dy. Beki. Merë çantën. Po bishi?